Në sesionin e 70 të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e grave, Shqipëria prezantoi raportin vullnetar mbi zbatimin e konkluzioneve të miratuara të CSW65, duke paraqitur progresin e bërë në avancimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave. Gjatë fjalës së saj, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, theksoi se në një kohë kur në shumë vende të botës të drejtat e grave po sfidohen, forcimi i barazisë gjinore mbetet një provë për cilësinë e demokracive dhe funksionimin e institucioneve. Ajo nënvizoi se Shqipëria ka ndërmarrë reforma të rëndësishme ligjore dhe institucionale në përputhje me angazhimet ndërkombëtare dhe procesin e integrimit evropian. Një nga zhvillimet kryesore është miratimi i ligjit të ri për barazinë gjinore në vitin 2025, i cili parashikon një prag minimal përfaqësimi prej 30% dhe synon arritjen e barazisë së plotë gjinore deri në vitin 2035. Progresi i rëndësishëm është shënuar edhe në përfaqësimin e grave në politikë dhe vendimarrje. Aktualisht, gratë përfaqësojnë 35% të parlamentit të Shqipërisë, mbi 40% të qeverisë dhe më shumë se 40% të këshilltarëve bashkiak. Ministrja theksoi gjithashtu rëndësinë e forcimit të mekanizmave për parandalimin dhe adresimin e dhunës ndaj grave, si dhe zgjerimin e rrjetit të shërbimeve mbështetëse për të mbijetuarat. Në përfundim, ajo rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për të vijuar përpjekjet në garantimin e pjesëmarrjes së plotë dhe të barabartë të grave dhe vajzave në jetën publike dhe vendimarrje, si një element kyç për demokraci të qëndrueshme dhe zhvillim gjithëpërfshirës.